Sonde jemi mbledhur për të kujtuar rrënjët tona, për të ringjallur krenarinë tonë dhe për të treguar brezave se historia, kultura dhe tradita shqiptare nuk harrohen kurrë. Dasma e Gjergj Kastriotit me Donika Ranitin nuk është vetëm një moment historie, është simbol i identitetit tonë kombëtar, simbol i bashkimit, i qëndresës dhe i vlerave që na kanë mbajtur gjallë ndër shekuj. Dhe fakti që sot kjo traditë rikthehet këtu në zemër të kësaj zone me histori e besim është krenari për të gjithë ne. Isha me shumë qef që ta shifja dhe të kuptoja pak më mirë edhe unë vetë personalisht për historinë dhe traditat e Dejes. Dhe e dyta, po ashtu, me shumë qef, duke e ditë që Bashkia ka bërë një organizim shumë mirë, e kisha me shumë qef që ta shifsha këtë dasëm, që është edhe një mishërim shumë i mirë i gjithë vlerave, traditave dhe historisë që ka Vaudesi. E besoj që çdo vit me përkushtim, pasion dhe dashni për historinë e vendit tonë, ky grup artistësh dhe bashkëpunëtorësh na rikthen kohë, duke na bërë të prekshme ato ngjarje që përndryshe do të ngeleshin vetëm faqet e librave të historisë. Prandaj përmes teatrit, përmes kostumeve, muzikës, interpretimit, historia do të thotë që nuk lexohet më, por ajo jetohet.